Ky është momenti kur disa studentë qelluan me vezë kryeministrin Rama teksa ai po dilte nga Fakulteti i Shkencave Sociale, ku ishte i ftuar të merrte pjesë në një aktivitet. Grupi i studentëve që po priste daljen e Ramës ka mundur t'i shpëtojë vëmendjes së policisë dhe punojësve të gardës, sapo ka parë kryeministrin t'i afrohet makinës. Një vajzë identifikuar si Anita Lushi ka vrapuar duke e qelluar 3 herë me vezë. Menjëherë truprojet kanë rrethuar Ramën, që duket se nuk është prekur nga vezët. Menjëherë një nga oficerët e sigurisë ka ndërhyrë duke bllokuar lëvizjet e studentes dhe të rinjve të tjerë që ishin me të. Në pak minuta policia ka shoqëruar në komisariatin 2 të rinj, të cilët janë marrë në pyetje për incidentin. Studentët janë aktivistë të lëvizjes për universitetin, që kundërshton ligjin për arsimin e lartë. Një nga studentët tregon se pse vendosën të qellojnë me vezë kryeministrin. Kryeministri vjen aty dhe flet për tatimet, për taksat, ndërkohë që studentët vuajnë për ditë këtë mizerje, varfrinë, pamundësinë për t'u arsimuar, dhe pa asnjë të keq vjen aty dhe ja plas në fytyrë këtë lloj mënyre, në një farë mënyre arrogante. Edhe brenda këtu janë keq trajtuar. Dhe menjëherë kanë arrestuar. 8 veta. Kush janë ati? Po, janë Bora Mema, Liri Kuqi, Vitori Qipi, Klodi Hoxha, janë edhe 3 shok ton nga Kosova, nga një aktivist nga Kosova, Durim Jasharaj, Dardan Konjuvca dhe Valton Marko. Të ndaluarit u dërguan më pas në drejtorinë e policisë së kryeqytetit. Zyrtarisht policia sqaron se aktivistët janë vetëm të shoqëruar për të dhënë shpjegime mbi ngjarjen.